Donald Trump ka thënë se po i anullon të gjitha dokumentet, përfshirë faljet që paraardhësi i tij Joe Biden i kishte nënshkruar duke përdorur një autopen. Trump dhe mbështetësit e tij kanë bërë një sër pretendimesh se përdorimi i pajisjes nga Biden, ndërsa ishte president, ishte i pavlefshëm, duke shtuar se ai nuk kishte plotësisht në dijeni të këtyre veprimeve. Presidenti i tanishëm amerikan ka thënë se individët që morën falje presidenciale, ulje dënimi ose dokumentet e tjera ligjore që mbanin nënshkrimin me autopen, duhet t'i konsiderojnë ato dokumentet e pavlefshme. Autopen është një pajisje që përdoret për të replikuar me saktësi nënshkrimin e një personi dhe është përdorur prej dekadash nga presidentët e dyja palëve. Trump ka vënë në shënjestër vazhdimisht përdorimin e autopen nga Biden për të nënshkruar dokumente zyrtare gjatë presidencës së tij. Veç kësaj, Trump ka vënë në dyshim edhe gjendjen mendore të Biden dhe ka sugjeruar se ndihmësit, jo vetë Biden, morën vendime kyçe. Për Biden dhe ish ndihmësit e tij i kanë mohuar këto pretendime, duke theksuar rolin aktiv të presidentit në qeverisje. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.